Orimi i tokës për varre të reja në varrezat publike të qytetit të Fierit ka futur në konflikt bashkinë dhe familjet e fshatit Mbyet që preken nga shpronësimi. Janë 8 familje që kundërshtojnë VKM-n e paraqitur nga bashkia për shkak të çmimit të ulët të shpronësimit. Banorët thonë se sipërfaqet për shpronësim janë të mbjella me ullishte mbi 30 vjeçar dhe jo dru frutor siç pretendojnë shkresat zyrtare. Po sipas tyre, një dynym bashkia po u shpronëson me çmimin 2.6 milion lekë të vjetra dhe një rrënjë ulli me 110.000 lekë të vjetra, çmim qesharak sipas tyre. Ne kemi 3 dylyme gjysmë tokë, jemi 4 familje që ushqime të kemi 40 vjetë që kemi mbjell ullin. Dhe ne ullin, tani shpresojnë të marrin prodhimin nga ulliri, varreza vinë na i marrin. Me një çmim kombësimi qesharak, që të cilët asnjë vend botës nuk ka të çmim. Një çmim që asnjë paket duhan nuk bën për një dylym tokë. Sa është çmimi? Çmimi sipas atyre thonë 2.600.000 lekë dylymi, të vjetra. Po për dru frutor? Për dru frutor ta thonë 100.000 lekë. 60.000 lekë të vjetra. Në të cilën ata janë ullin, jo dru frutor. Ulliri ne dimë që ka kombësim. Kombësim ndryshe dhe janë ullin, nuk janë ullin të mbjell vitet e fundit, kanë 40 vjet, janë mbjell që 96 ullin. Janë 40 vjeçar ullin. Kur ka ardhur juve njoftimi i parë për shpronësim? Njoftimi i parë për shpronësim zyrtarisht tani në ka ardhur. Gojarisht ka thënë ata që damaj, po zyrtarisht tani në ka ardhur me vendim VKM që do shpronësojnë. Ju keni pretendime për çmimin dhe sa doni ta shisni? Me çfarë çmimi? Çmimi në bashkia ka variante shumë, po të ashtu, ka toka vërtall tokës tonë që janë bosh, siç janë zona ushtarake, të shfrytëzoj ato. Se ta marrë tokën tonë që ne kemi 40 vjet që po punojmë atë për ullin. Pra nuk jeni dakord me shpronësimin? Nuk kemi dakord me çmimin e shpronësimit dhe me shpronësimin nuk kemi dakord ku ka variante të tjera që të zgjidhet ky problem. Te çmimi është qesharak. Banore fshatit Mbyet. Kam ullin dhe 3 dylym e 100 metra tokë. Shkoj para vitit 3 në Pordës për të paguar taksat dhe më thonë që ti e ke shitur tokën. I them, kujt ja kam shitur? Më del që ja ke shitur bashkisë, çfarë po thua, them? Nuk më ka ardhur asnjë flet në dorë me policë ose me postier që të më thonë që ne ua kërkojmë tokën, prandaj ju lutem paraqituni në zyrën tonë. Kur unë shkoj në bashki, afati im për të hedhur në gjyq, për të ankimuar, nuk ishte mbaruar, sepse ata nuk ma sollën fletën. Mirë që po na i marrin tokën me 2.600.000 lekë të vjetra dhe ullirin e kanë vlerësuar me një çmim dru frutore, por as nuk na lajmëruan në kohën e duhur. Dhe thonë që në bazë se njerëzit nuk kanë ardhur, njerëzit e tokave nuk kanë ardhur këtu, atëherë bashkia e merr vetë tokën. Ne nuk kemi lajmëruar, si të vim. Na lajmëruan edhe vjet. Na dhanë një çmim çik më ndryshe. Erdhëm te varrezat këtu, te tokat, dhe tham, hajde, mos të bredhi me gjyqe, po pranojmë. Sa ishte çmimi që ju ofruan? Vjet ishte 200.000 lekë rrënja e ullirit dhe toka ishte me 2.600.000 lekë. Tham, nga e keqja, i bie 9 milion tokës me gjithë ullin. Hajde, tham, se pranojmë mos bredhim në përgjyqe. Ana tjetër, banorët pohojnë se në varrezat aktuale ka vende bosh për janë shitur nga bashkia për qytetarët që zgjedhin të kenë vende të rezervuara, teksa theksojnë se krahasuar me vlerën e shpronësimit të tokës së banorëve, çmimi i shitjes për një varr të ri është shumë fish më i lartë. Hiri në fshati Mbyet banus lindur deri më sot, në fshat. Ngrejmë problemin ton. Shteti sipas ligjeve të 7501 na dha këtë tokë që ne të punojmë, tu shqejmë fëmijët e tanë, tu shqejmë vetë pa probleme në shoqëri. Shteti sot nxjerr një vendim dhe thot do ikin nga toka, kur ikin nga toka duhet të ikishin nga fshati. Shumë pyetje kanë për këtë shtet, sepse mund ta quaj shtet të burgu, shtet varrezash, edhe genocid në fund. Atë më konkretisht si qëndron problemi? Shteti na ka prur një vendim VKM që ai thon këta për të shpronësuar tokat. Dhe na i marrin për trull varrezash. Çmimi duhet të jetë rreth 2 milion e sa të vjetra, kur shteti në këtë territor varrezash për një dylym mund të shkojmë mbi 2 miliard, 3 miliard lekë të vjetra.
të gjitha shpenzimet e varrimeve. Ndërsa ne në fshat, më fali për shprehjen, po përdorim ujin e haleve për ujë të pishëm. Nuk kemi rrugë. Konkretisht ju sa hapësirë keni që duhet shpronësuar? Ka vlla im, ka 8 dylyme 300 ca metra. Plus të tjetë, totali mund të vejë rreth 4 hektarë me të dëgjuara. Të mbjella Me ullinj dhe jo me dru frutor. Se ulliri është tjetër e dru frutor është tjetër. Këtë kaluar me shkep, mola ullinj, bëra dokumentat, 20 milion lekë në certifikate e toke, 20 milion lekë mori i shkepi, 1 milion lekë kam paguar vetëm për hapje. Bashkia tani vjen merr tokën gati, pa njoftuar fare. Unë këtu kam qenë për ditë, nuk ka thënë jo xhaxhi çfarë po bën aty. Ne duam të vihet në vend ajo vendimi Fatosnanës. Duam 7.400.000 lekë të në kthejë diamantor. Ata pohojnë gjithashtu se nuk janë kundër shpronësimit, por apelojnë për të negociuar për një çmim të arsyeshëm, pasi nuk janë pyetur dhe nuk janë vënë në dieni, aq më tepër që nuk kanë burim tjetër të ardhurash. Ndërkohë, paraditën e sotme, policia bashkiake ka shkuar pranë kësaj sipërfaqeje për të prerë ullinjt, por ka hasur në kundërshtim banorët. Përballë kësaj situate tensionuese, ka ndërhyrë policia e shtetit duke shoqëruar 3 prej banorëve, të cilët pas janë marrë në pyetje janë të lirë. E kontaktuar me telefon, drejtoresha e shërbimeve publike pranë Bashkisë Fier, Entela Kola, ka pohuar se në bazë të VKM-s po vijon punën për zbatimin e projektit zgjerimi varrezave publike, faza 5, fshati mbyhet, njësia administrative Portës.